أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد lavdrimet jenë për Allahun Gjelle Gjelaluhu, salatet, selamet, përshëndetet, lutjet dhe duat tona më të sinqerta dhe më të mira jenë për më të mirën e gjithë pejgamberëve, Muhammedin ta birin e Abdullahut, mbi Ali Bejtin, familjen e tij të pastërt, mbi sahabët, shokët e tij të ndershëm, dhe mbi gjithë ata të cilët e pasojnë sunetin e pasët Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam gjen ditën e gjykimit. Dërun vëllezër dhe motra, e përcollëm edhe një muaj të madh, një mysafir të madh, muajin e Ramazanit, mysafir i cili na erdhi me shumë të mira, mysafir i cili na i hapi dyert e xhenetit, na i mbylli dyert e xhenemit, na i prangosi shejtant, djajt e mëdhenj, dhe erdh me lista çdo natë të njerëzve të amnestuar nga zjarri i xhenemit. E shfrytëzoi kush e shfrytëzoi, u amnestu kush u amnestu, dhe mbet pa të mira të shumta, shumë për atyre të cilët nuk agjeruan, nuk e kryen, nuk ju përgjigjen thirrjes së Zotit tyne që të abstenojnë për ushqimeve, pijeve dhe raporteve intime bashkëshortore të tyre, dhe mbeten pa shumë shpërblime që plot kuptimin e fjalës ishin shpërblime të mëdha nga ana e Allahut Teala. Edhe Gjibrili alayhis salam një ditë kishte ardhur te Muhamedi alayhis salatu wassalam dhe e kishte thënë Resulullahit sallallahu alaihi wasallam që të lutej Allahu Teala, dhe kur u lut pejgamberi alayhis salatu wassalam gjatë hypjes në shkallë të minberit të tij që i kishte me 3 shkallë, tha Resulullahi sallallahu alaihi wasallam amin, amin, amin. Amin do të thot istajib, që e ka kuptimin përgjigju, o Zot, nuk e ka kuptimin ashtu qof, sikur që i kem pa në herë në për disa fjalë kryqe, por e ka kuptimin na u përgjigj o Zot në dua, në lutjet tona. Andaj e pyetën pejgamberin alayhis salam dhe i thanë, ja Rasulullah, çfarë ishte ajo që thave amin, amin, tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, erdhi Gjibrili alayhis salam, dhe në mesin e atyne çfarë i kishte thënë Resulullah sallallahu alaihi wasallam të thoshte amin, ishte Allahu e largoft për mëshirës vet atë person që i ka ardhur Ramazani, ka hyrë Ramazani dhe ka dalë, e atij nuk janë fal mëkatet e tia, Allah e largoft për mëshirës vet, thuj amin, e tha Muhamedi alayhis salatu wassalam, amin. Andaj, të vijë Ramazani dhe të shkoje, e ti të dalësh për Ramazanit, i pa falur prej mëkateve, kjo vërtet është humbje e madhe për secilin prej neve. Ata të cilët nuk ishin dhe nuk i bashkangjiten karavanit të këtyre muslimanëve të mirë, të devotshëm, të cilët shpresuan faljen e Zotit tyre dhe kërkuan ngritje të shkallës devotshmërisë pranë Zotit tyne, lutim Allahun Teala që të zbuzë zemrat e tyne dhe të jepë jetë të mjaftueshme që Ramazanin e ardhshëm të penduam sinqerisht në Zotin e tyne, të presin muajin e bekum të Ramazanit, të agjerojnë ditën e saj dhe të falin netët e saj të ravit e Ramazanit dhe të shpresojnë në faljen e Allahut Teala. Dhe sa të gjithë neve, të cilët u munduam, po qoftë edhe shumë pak çfarë kem pas mundësi me fitu, që Allahu Teala ati vadet të pak që kem vepru, të na ketë pranu, dhe inshallah që të na ketë regjistru emrat në mesin atyre personëve të cilët janë amnestu nga zjarri i xhenemit. Itqum minan nar është amnestim nga zjarri i xhenemit, nuk është me të liru prej zjarrit, me të xhenemit, sikur se zakonisht e përkthejmë, për arsye se lirohet dikush i cili është zon pengo, është futën to e pastaj është liru. Itqum minan nar është amnestuar që fare hiç pa shkuar në ka xhenemi, është amnestu dhe nuk është fut në xhenem, dhe Allahu Teala ka ndarë një derë të posaçme për këta musliman të cilët janë përmbajtur dhe janë disiplinu
me disiplinën e muajit bekum të Ramazanit, ju kanë përmbajt rregullave të Zotit tyne, Allahu Teala e ka ndarë një derë të posaçme në xhennet, ajo është dera e quajtur Rayyan. Dyrët e xhennetit janë zakonisht të mëdha të rrumbullazën, edhe nëse e këshyri me madhësi me kilometra të sodit, ka në hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, është sa prej Mekës në Busra ose prej Mekës në Hadramaut. Dhe me matjet sot që bëhet, Google Maps për shembull, der që Mekja është në distancë të njëjtë, largësie, si me këtë pjesë të Jemenit, si me këtë pjesë të Shamit, ajo mbi 1200 kusur kilometra. Para mendoni një derë e xhennetit, gjerësinë e ka mbi 1200 kilometra. Xheneti ka 8 dyrë, herë 1200, ajo e vjerë mbi 10.000 kilometër gjerësie për me i fut rropt e tij me të cilët Allahu Teala ka qenë i kënaqur, kanë shku me besimin e tyne, që Allahu Teala me i shpërbly me xhennetet e tija. Dhe shpresojmë që dikund mesin atyre të cilët do të bëhen prej banorëve xhennetit dhe do të futen në xhennet të jemi edhe ne muslimanët e këtij muaji të bekuar të Ramazanit, të cilët jemi mundu me respektu agjerimin, jemi mundu me fal namazet e teravive, me pagu vitrat, ata të cilët kanë pas, me dhënë zeqatin, kush ka pas mundësi me shku në umre, edhe me kry umre, tavaf, namaz në ato vendet e bekume, lusë Allahu Teala të gjithëve t'u ketë pranu. E atyne që s'kan pas mundësi me shku, Zotu a lehtësoft, Allah mundësoft inshallah edhe vizitën në vendet e bekume të shejtat të Qabës dhe të Medines. Mirë po, çka pas Ramazanit? Shkoj një sezon me plot të mira dhe çfarë duhet me prit pas Ramazanit. Me përfundimin e kësaj sezone që erdhë me plot mirësi, a e mbyllim edhe neve me natën e fundit, kur dalim prej teravisë së fundit, a e mbyllim edhe neve derën dhe me hapjen e dyrëve të xhenemit dhe me lëshimin e shejtanëve, a do të ndejojmë që të na zgjesohen gjithë ato të mira që i fituam gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Apo do të ndejojmë që përsëri t'i kthehemi jetës të cilën e kemi pas para muajit të bekuar të Ramazanit. Sheh njerëz të cilët nuk pinë alkohol gjatë muajit të Ramazanit, nuk pinë cigare, falet, agjeron, vjen edhe i falë edhe namazin e teravis, mirë po kur vije puna pas Ramazanit, është ditën e parë, ky i kthehet rutinës së vet me cilën Allahu nuk ka qenë i kënaqur. E lë namazin, i kthehet alkoolit apo shitjes së saj, përdorimit të saj, i kthehet harameve dhe sikur do me i thonë shejtanit, ja ku jem unë bashkëpunëtori yt, ti ke qenë mashtruesi im, Zotit liroj ty të zgjidhi edhe unë u zgjodha nga Ramazani edhe vazhdojmë neve bashkëpunimin. Dhe në këtë formë ky humb të gjitha ato të mira të cilët i ka fitu gjatë atij muaji të bekuar. Duhet të patur kujdes të ndërruar vllazën që mos më na ndodh një gjë e tillë, por në maksimum të mundohemi me e ruajt. Zate për qëllimeve të agjerimit, sikur që Allahu Teala na ka thonë, është të ngritemi në shkallët e devotshmërisë. A thoshte Allahu Teala, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Po ju që keni besu, u është bë juve obligim agjerimi sikur që është bë aty në para juve, për çfarë arsye? Ndoshta do të bëheni më të devotshëm, ndoshta do të ndroni rutinën e jetës tuaj, ndoshta do të përmirësoheni, keni qenë pa namaz, do t'i ktheheni 5 kohë namazit. Ke qenë motër pa shami, do t'i kthehesh mbulesës, se është urdhën i Zotit tënd. Ke qenë për atyne të cilët kanë qenë shoqërues shejtanit dhe ka pas të sigurt shkurin në xhenem, dhe të ka ardhur muaji i bekuar i Ramazanit dhe është mbyll shejtani, Allah i po ta jep mundësinë, hajde knej, le alkoolin, le cigaren, fillo namazin, vene mbulesën tënde, le kamatën, le rrenën, mashtrimin, korrupsionin, të keqen, ktheu Zotit tënd, dhe ti po vazhdon. Kjo të regojë se ka arrit shkallën e devotshmërisë. Allahu Teala Zoti nëpërmjet agjerimit po do me na disiplinu neve që të vetë përmbahemi prej asaj që mos të bëjmë, mos jemi rob të epshë, po të jemi rob të mirë fill të Zotit tonë.
Disa i she, si të përfundon Ramazani, ky përsëri vazhdon me të moqmen e vetë. E lën namazin, e lën vizitën e xhamijave deri në Ramazanin e ashëm, apo vizitën e parë ja bën pastaj në namazin e Bajramit, dhe pastaj në më i miri për tyne, vetëm një herë në javë vjen me shiqu, si është puna në xhami dhe me apo ftyrën imamit të xhamis në minberin e tij. Kjo është gabimi më i madh i yni vëllazë, që nuk arrim me e vazhdu kontinuitetin që me bo vepra të mira edhe pas mujt të bekum të Ramazanit. Prandaj shiqoj Islami sa bukur. Na ka mësu, mas pari e agjerën një muj, por mos me harru lezetin e kësaj çfarë bëm. Na ka thënë pejgamberi alayhis salam vazhdo dhe me 6 ditë muj Shawwal. Muj Shawwal është muj pasus, muji në cilën fillon dita e parë e fitër Bajrami. Në 6 ditë të Shawwalit agjeroj, po thot pejgamberi alayhis salatu wassalam. Thot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadithi që e transmeton Imam Muslimi, kush e agjeron mujin e bekum të Ramazanit dhe ja bashkangjet asaj në mujin Shawwal 6 ditë, këto 6 ditë mujnë me qenë një pas një, o mujnë me qenë edhe ndarazi, mi po në brenda mujit Shawwal, brenda aty në 29-30 ditëve të mujit Shawwal, ti agjeron 6 ditë, Allahu ta regjistron sikur me pas agjeru tër vitin. Tër vitin me qenë i agjerushëm, ashtu në del ditë gjykimit kur del edhe matësh në peshoj. Si është e mundur kjo? El hasanatu bi 10 amthaliha. Shpërblimin Islam shpërblehet 10 fishën e saj, minimumi. 10 deri në 700 herë, ka në hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ne po marrim më të voglën, 30 ditë Ramazanit, herë 10 bën 300. 6 ditë mujt Shawwal të agjeruam, herë 10 bën 360 ditë. E muji sipas kalendarit hënor nuk i ka as 360 ditë. Nëse i kemë edhe ditën e Bajramit që është ndalume, ditët e para të Bajramit me i agjeru, është për fitër Bajramit dhe për Kurban Bajramin, atëhere në del se konsideromit Allahu Teala sikur me pas agjeru një vit pa ndërprej. Në hadith ka pejgamberit alayhis salatu wassalam, një ditë e agjeruar për hir të Allahu Teala e largon fytyrën tonë dhe për zjarrin e xhenemit për 70 vite. E tash 360 herë 70 vite, 10 ditë sa i bjerë 700, 7.000 mbi 20 e kusur mijë vite i kije ti vetëm një muj, përbëj vetëm një hesab thjesht matematikor, jo i para pregaditën për këtë, kërkojnë ndjesë nëse kom gabu diçka në parallogari. Mirë po, që shpërblimin. Dhe nëse ti çdo vit e përsërit këtë çështje, që pas mujt Ramazanit i agjeron edhe 6 ditë Shawwalit dhe të Allahu Teala konsideroj sikur tër vitin me pas agjeru. Para mendo se çfarë sevapi të madh fiton te Zoti i yt. Ti që je mundu me i fal namazet në xhami, ti që je mundu me i fal namazin e natës me imamin dhe ke shpresu që gjatë mujt bekum të Ramazanit nëse ke qëndru me imamin deri në fund të teravis. Ka thënë pejgamberi sa mi konsiderohet sikur me pas kalu natën në namaz, në ibadet. A ki mundësi mas Ramazanit me fitu që me të regjistru emni sikur të natën ke bo ibadet? Ki mundësi. E 30 ditë, edhe 6 i bom, ditët po të konsiderohet sikur një vit që ke agjeru. Mirë po, sigur një vit që ke falë namaz natës, a mund është me bo, sigur të natën, terroristu unë po falë. Po unë po kom qef, sigur ditët që po i regjistroj, sigur tër vitin që kom qenë i agjerush, apo duhet dhe netet me më registru, thuj se të natën kom falë, namaz teravive me imam. A kom mundësi me arritu në këtë sevap? Kena mundësi në hadithin që na transmeton Imam Muslimi, na ka përgzu Muhamedi alayhis salam dhe na ka thonë, kush e fal namazin e yatsis me xhamat, i regjistrohet sigur me pas fal gjysmën e natës, namaz natë. Me po nëse del edhe namazin e sabat e fal me xhamat, atëherë i regjistrohet thuj se tër natën e ka kalu në ibadet, tu fal namaz. Ditën e kaluam, sikur tër vitin me pas qenë të agjerushëm, 30 ditë Ramazanit, dhe e pas kanë gjitëm 6 mujt Shawwal, u bo 360, se cila u shumëzu me 10. Dhe sa netet për dëmë me i ba, sigur tër natën i kum kalu në ibadet, fale namazin me yatsis me xhamat, dhe fale namazin e sabajt me xhamat,
insha Allah je për atyne të cilët regjistrohet sikur ditët dhe netët i kanë kalu tërësisht në adhurim. Edhe pse ti e në gjumë, ty Allahu Teala gjumën tënë ta shpërblen dhe ta banë thu se nuk ke fjet kotë së koti, po të regjistrohet sikur me pasjen në ibadet. Mos u shkput prej Kur'anit, të cilin e ke lexu nëse ke qenë lexues. E turpi është që shumë për muslimanëve të sotit nuk din as me i lexu, as nuk i njohin shkronjat e Kur'anit, që është turp i madh për shumë prej neve. Si mund është mos me ditë leximin e librit, mesazhit qiellor që Zoti e ka dërguar për ty? Se lexon në originalin e vet. Munohet me lexu, qysh lexohet për shembull emri i kerrit, po qes. Toyota. Se lexon Toyota, po lexon Toyota, e ka mësuar që y po lexoj ka j. Nuk të thot për shembull një emën të një kerrit makines tjetër apo një telefonit iPhone, po thot iPhone. Ose e din se në originalin e vet që çështu duhet me lexu. Mesazhin e Zotit vet, Kur'anin ja ka dërguar Allahu Teala, ky fare nuk e ka dert pse nuk i den shkronjat me Kur'anit dhe me lexu mesazhin në originalitetin e vet. Allahu ka kërkuar prej meje që une namazin me fillu me falendërim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Dhe ky thot Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Ta lexon shqiptarski ta lexon. Mëso vëlla shkronjat dhe munohu me i shqiptu në originalitetin e vet. Ha, ata pranon Allahu Teala dhe ashtu qysh u munova me imitu, sikur që e lexon dikush që s'di me lexu, inshallah e pranon Allahu Teala, se është Zot i gjithë gjuhëve tona. Mirë po, kush është më i afër me Zotin është ai i cili lexon më afër. E më artë neve një huj me na lexu një mesazh në gjuhë shqipe edhe me thonë u a u ro j mu a jim e be ku a d t d ma zan nit t p. Edhe ty duket tu hap duket çau tu fol më ky që o shqip po thej ka prit edhe një herë përsërite. Neve më një herë na vretën vesh pse dikush s'po din me na lexu mirë uratën që po don me na e dhon në gjuhën ton, bekume që Allah na ka beku dhe jemi pjesëtar këtij populli dhe flasim gjuhën shqipe. E ti para mendon Allahu Teala e ka zbrit në originalitetin e vet dhe ne nuk bëjmë mund me mësu shkronjat dhe me lexu librin e Allahu Teala që ka zbrit në originalitetin e vet. Prandaj nëse s'ke mund me mësu vëlla shkronjat e Kuranit gjatë muajit të bekum të Ramazanit, mësoj edhe pas Ramazanit që kur të vijë Ramazani tjetër, që është muaji i Kuranit, muaji në të cilin ka filluar zbritja e Kuranit, atëherë që neve mund mundu me e lexu në originalitetin e vet librin e Zotit. Po ashtu mos harro se nëse përfundoj Ramazanin nuk përfundoj lidhja jon me Zotin tonë dhe ne jemi të nevojshëm. Nuk përfundoj lidhja jon me përkujtimin e Zotit tonë. Allahu Teala ka kërkuar prej neve fadhkuruni adhkurkum, ju më përkujtoni mua u kujtoj ju. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, lutni Zotin e ju kur t'jeni mirë, ju kujton kur t'jeni në zor. Mos u bën për atyre të cilët e lutën Allahu Teala vetëm kur janë mirë, kur janë në zor. Kur janë mirë e harrojnë. O kalle, darsëm kena, fejes kena, biznis kena, mish kena, edhe mo as din me thot bismillah Kur'an, as elhamdulillah kur e përfundon me falendëru Zotin e vet, as me falendëru për riskun, mirësinë, shëndetin që ja ka dhënë, me po kur në zor, o Zot pështo ma grun, o Zot shëro ma fëmin, o Zot shëro mu prindin, dashun tim, vetëm në zor. Nëse do me pas lidhjet e pastërta, pa pengesa, vertikale, me Zotin tënë, kujto Allahun kur t'je mirë, të kujton, insha Allah, kur t'je në vështërsi. Po ashtu, gjatë mujtë bekum të Ramazanit, gjatë shkureve tu në xhamia ke pas, edhe ke qenë i rrethum për njerëzve të devotshëm, të mirë, të cilët kanë qenë ditën të agjërushëm, dhe natën kanë ardhur me fal namaz të teravive. Është shoqëria më e mirë e mundshme që mundesh me i gjetë. Njerëz që kanë frikë Zotin, kanë besim, të shëndoshën Zotin e tyne dhe po mundohen me i kry urdhnat e Zotit tyne. Andaj, dhe ti vazhdo me u shoqëru me shok të mirë, që kanë me ta kujtu Zotin. Ajo që ta qënë një mesazh, u kry Ramazani dosti, ajde nesër kena me shku filan vendin, mu pi, mu bot top.
u bë livad këti shokve, këty në shokve, të cilët, sikur ata qenë të zgjidhur për zingjirëve të bëjnë hyjim më një herë, ta mbajnë në distancë. Shoqëro me njerëz të cilët kanë me ta kujtu me thënë la, kur pjanisim me agjeru ato 6 ditë e muajit Shawal. Ka me ta kujtu në i ombre kur me shku, ka me ta kujtu në i ders ku me shku me dëgju, në i ligjerat, në i vepër të mirë, në i dhurat, që ta përkujton Zotin, e jo me të qu me një herë shoqëri, me të qu në vendet e haramit dhe vendet e këqijave. Se thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, njeri është në fejnë e shokët ti, prandaj letë shiqoje se me kënd po shoqërot, hadithin transmeton Buhariu dhe Muslimi. Mirë po, të kemi kujdes për arsye se thot Allahu Teala surët Zukhruf ajeti 6-7, njerëzit e cilët kanë qenë në këtë botë, në dukje të parë kanë qenë shok, do të jenë armiq të njëri tjetrit, përveç aty në të cilët ka pas frikë Allahu Teala. Shoqënia që shkon bazat e interesit puro të dynjas, këta do të jenë armiq të tyre në ditën e gjykimit. Vazhdo me lutë Allahu Teala. Vazhdo me drejtu duat e tua drejt Zotit të gjithësisë, Allah subhanahu wa ta'ala. Mos absteno prej duave ndaj Zotit tënd. Shtoj duat, lutjet e tua, për arsye se ai i cili ka thonë wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kur të pyesë robët për mua, thuaj unë jam afër tyre. Ujibu da'wata da'i idha da'an, i përgjigjna thirrjes së thirrsave lutësit kur më thret, falyastajjibu li wal yu'minu bi, let kërkojnë prej meje dhe let besojnë me iman të sinqert. Mos sungut me thonë e kom lut Zotit pos më ka përgjigj, edhe me abstenu me elon duan. Dije gjatë momentit që ti drejtohesh Zotit ton në lutje, je tu shpërbly, se ka thënë pejgamberi sa duaja, lutja është ibadet, dhe kur i lutesh Allahu Teala, je i shpërblym tek Allahu azza wa jall. Andaj edhe ti mos e nal duan dhe dije që për çdo dua je i shpërblym tek Allahu Teala. E koha më e mirë e pranimit të duas është që me uqu në namaz të natës, pjesën e fundit të natës, kur zbret Allahu Teala në qiellin e dynjas, hadithi transmeton Buhariu dhe Muslimi, dhe pyet Allahu Teala, a ka kush i cili është duke kërku prej meje e unë t'i jap atij, a ka kush që kërkon falje e unë t'a fali atë. Kini Zot i cili po të thret, edhe po dën me të dhanë, e ti atëhere mundohu mu ngrit edhe me lut Allahun Teala në mënyrë që Zoti azza wa jall me të dhanë ty prej të mirave të shumta të cilat i ka dhënë. Mirë po, mos harro gjatë ngritjes duarve tua që me adhuru Allahu Teala dhe me kërku Allahu Teala, mos harro që ka kushte që Zoti me t'i pranojë. Për kushte elementare është që me qenë fitimi halal, ushqimi yt me qenë halal, veshbatja jote halal, pija halal. Do të thotë ushqe veten tënde me halal në mënyrë që Allahu Teala me të përgjigj duat, në thirrjet, lutjet e tua. Më nëse i musht haram, që thënë të na u ka mush haram, ka vjedh në shpe, ka vjedh hise, ka vjedh në vendin e punës, ka vjedh gazën e vet. Po qoftë edhe në orar me e vjedh, i ke vjedh, ka vjedh, është korruptu, ka bo këtë zullum, atë zullum, edhe po ushqen vetën e vet, po vesh mbathet me haram, po han haram, po pin haram, fa anna yustajabu leh, ka thënë pejgamberi sa Allahu si më ju përgjigj thirrjes duas së këtij personi. Andaj është shumë me rëndësi që te lutemi Allahu Teala me riskun që jemi ushqyer me halal, në mënyrë që Allahu Teala me na i pranojë inshallah duat tona. E po ashtu shiqo me i rujt ato çfarë ke fitu në Ramazan. Presheve të pranimit të një ibadetit, ka thonë dietarët, është ndryshimi pas atij ibadetit.
Shumë nëse njëri ka qenë në haqë, ose ka qenë umre, më u pa që ka dalë më i mirë, ka ardhë më i mirë se sa që ka shku. Ka ardhë Ramazani, dhe kemi dalë për Ramazan, me na vrejt njerës që jemi më të mirë se sa në fillim të Ramazanit. E kjo për shumë me thonë, valla, thi o shku kjo agjia, hala ma thi ish këthy, hala dalaver agji, hala s'ka ndryshu, hala për kundrazi me vrejt sheje se ka ndryshim pozitiv. Edhe me thonë, subhanallah, po vrej që ka ndryshu njëri. Pesi o konë haqë, pesi o konë umre, namazet po mundohet me i falë, mos me lon asni namaz, po le që po i falë namazet, po plus po mundohet me i kry namazet, duat, lutit e tia në gjami, po mundohet me respektu orarin e punës, edhe më mirë, me print e ti është edhe më i mirë, me shoqërin e ti është edhe më i mirë. Nëse vrejnë shetë e ndryshimit pozitiv edhe në raporte me njerëzit, përveç në raport me Zotin, themi se këto janë sheja se Allahu ja ka pranu ati adhurimin të cilin e ka ba. Andaj shfrytëzo atë çfarë Allahu Teala ta ka dhënë. Dhe tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, igtanim khamsan qabla khams. Shfrytëzoj 5 gjana para se me të godit 5 tjerat. Dhe me këtë edhe po e përfundojmë. Cila është në një shfrytëzo rinin tënde para se me u plak. Ti kur t'je i ri mund është me mësu shkronjët e Kuranit, kur je i ri mund është me mësu namazit, kur je i ri ki i forcë për me krye dhe haqin, se i fort. Se kur t'hën pleqni, e Allah tash jem një herë i angazhum me punë, tas po kom vakt me shku me mësu shkronjat e Kuranit, tas po kom vakt me shku në qabe, ka vakt për me umbulu, ke po ato femrat të cilët e vënejt, dhe në midal venat në kam, rrudhat, se dhe tash vallaj vakti, tash unë e mu lu. Se kërë ka në re, ka pas qef mja pa njerëzit bukurim e saj. E do kanë marak, kur shkën të deknit ven shami, kur janë të gjallit, lyhen, gjyhen, e më të deknit atjene, me shamihin, vërreza, edhe kujton se ata në deknit kanë me pa shami. Andaj shfrytëzo e rinin tënde para se me të ardhë pleqnia. Tash e kime more në fort, tash pëse namazit, pëse shkronjët e Kuranit, tash kryje ibadetet sa të mundësh. Pas të ne, o sihatik, kable sakamik, shfrytëzo shëndetin tënë para smunjes. Allah kum pas mendë me shkon qabe për që u smuna, s'po muj. Kum dash me anis agjerimi, për tash e mbo me sheqer, për më thënë doktorat s'mundësh me agjeru. Dësha marrë me falë namaz, për që komët s'po majnë, s'po mundë. Andaj, shfrytëzo shëndetin tënë para se me të ardhë smunja e jote. Shfrytëzo pasurin tënde para se me u bë fukara, para se me të humë prej durve. E sa prej njerëzve kem pa, për shembull kur e goditi para një kohë, jo të gjatë, Turqin po e marr si shembull, kur goditi termetin. Sa njerëz kanë pas shtëpi, kanë pas makina, kanë pas kerra, kanë pas dyqane, kanë pas pasuri dhe u bën për një ditë të nevojshëm për zakatin e tjerëve. Kur e ke pasurin, shfrytëzo për me dhënë zakatin, me dhënë sadakan, me e pagu vetit me shku në haxh ose në umre. Me haletsu vetit që nëpërmjet asaj pasurie me mund une me i kry obligimet që Allahu Teala mi ka dhënë. Po ashtu kohën e lirë para se me ardhë dhe me të hup koha e lirë. Zotin arrujt nëse të kush marrë neve me na robëru, një armik i jashtëm, edhe neve mos me pas mundësi pas të ne me i kry obligimet që na i ka urnu Allahu Teala. Andaj kohë të lirë, kur ke, mundohu me i shfrytëzu dhe me mbush që me mbush me sëndet të mira. Ke kohë të lirë, qeli Kuranin, dëgjoni ligjarat, lexoni faqet të librit, mëso një punë që ty të gjendet për ditën e Kiametit. Dhe shfrytëzo jetën tënde para vdekjes. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, thot Allahu Teala, dhe adhuro Zotin tënd derisa të vijë vdekja. Nuk përfundojmë Ramazan adhurimi i ynë, po deri në vdekjen jemi të obliguar me adhuru Allahun Teala. Andaj edhe ne ta shfrytëzojmë jetën tonë, rinin ton, pasurin ton, kohën e lirë, shëndetin ton, që ti afrohemi Zotit ton, duke afru Allahu Teala, inshallah, do të fitojmë kënaqësinë e tij
e Zotin, kur ta takojmë ajo është i kënaqur me ne, do ta gjejmë falës që ka më ndaj fal mëkatet tona, ashtu siç na mësoi pejgamberi alisam që natën e Kadit Maulud dhe më thon, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, Zot ti e falës don falë dhe falë mu, me shfrytzu rastin që me fitu falën e Zotit ton. Allahu na falt, inshallah. Allahu inshallah na ka fal muajin e bekum të Ramazanit. Allahu inshallah na i ka pranu adhurimet, ibadetet që i kemi bërë muajin e bekum të Ramazanit, dhe Zoti inshallah na bëft që të kem dal të pasër për mëkateve dhe të kem dal inshallah më të devotshëm dhe më të vullnetshëm për me vazhdu adhurimin e Zotit ton. Allahu deri në vdekjen ton inshallah nuk na largon nga mëshira e vet, nga rruga e tij dhe sunetit pejgamberit pastër Muhamedit alayhi salatu wassalam, pejgamberit të tij. Lusallahu taala inshallah që të ruaj ju dhe dashurit e juj dhe që të na ketë mëshiru inshallah të vdekurit ton deri në takimin ton të radhës në beqet mirë dhe në përkujdesën e Zotit ton Allah subhanahu wa taala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.